Në shkollën Kolidromeno në Shkodër po vijojnë me intensitet të lartë punimet për rikonstruksionin e plot të godinës fal investimit të Bashkisë Shkodër. Punimet përfshin ndërhyrje në të gjitha elementet infrastrukturor të shkollës, duke synuar përmirësimin e kushteve për nxënësit dhe stafin pedagogjik. Sipas drejtuesve të punimeve, synohet që gjithçka të përfundojë brenda muajve të verës, në mënyrë që shkolla të jetë gati në nisje të vitit të ri shkollor. Punimet po ecin në ritme të mira, të kënaqshme, kemi filluar se në nëntor, kemi një vit afat, por ne mendojmë me kap sezonin e ri shkollor, se mendohet me kap shtatorin do të thotë. Sistemi elektrik, sistemi hidro, mbrojtja ndaj zjarrit. Mësaj në fillojnë me shtresat, pjesën e termoizolimeve, që ketë sistem kapot, gjyrë drejtare normalisht. Shkolla Kolidromeno ndodhet një nga lagjet me densitet më të madh të popullsisë në qytetin e Shkodrës dhe fal këtij investimi bashkëkohor, përfitues do të jenë 600 nxënës, gjithashtu edhe fëmijët e kopshtit që është i instaluar në ambientet e kësaj godine. Ky investim është pjesë e një programi të gjerë të Bashkisë së Shkodrës, e cila po punon paralelisht në disa shkolla të qytetit për të garantuar standarde më të larta në arsim.